Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. I jep shoqes 8.000 euro për t'i ruajtur dhe ajo nuk ja kthen më. Kejvina Akthilla denoncon mikeshën në polici. Modelja Kejvina Akthilla është bërë pjesë e një historie të pazakontë pasi ka denoncuar në polici një rast të dyshuar mashtrimi financiar, ku sipas kallëzimit të saj një shoqe e afërt i ka marrë 8.000 euro dhe nuk ja ka kthyer më. Bëhet fjala për Anela Osmanin nga Gramshi, ndaj së cilës Prokuroria e Tiranës ka nisur procedim penal për veprën e mashtrimit. Sipas informacionit të publikuar, ngjarja është referuar fillimisht në Policinë e Tiranës në fillim të majit 2026, ndërsa më pas dosja i ka kaluar organit të akuzës për hetime të mëtejshme. Sipas dëshmisë së dhënë nga Kejvina, shuma prej 8.000 eurosh ishte kursyer nga të ardhurat e saj ndër vite. Para se të largojë drejt Lezhës për të takuar familjarët, ajo pretendon se ja kishte lënë parat në ruajtje shoqes së saj, Anela Osmanit, pasi në banesën e saj në Tiranë do të hynte pastruesja. Por pas kthimit, modelja ka pretenduar se nuk ka mundur të marrë më parat e saj. Sipas dosjes hetimore, Anela Osmani ka thënë fillimisht se shuma ishte futur në kasafort, por më pas ka justifikuar vonesën duke pretenduar se kishte harruar kodin e kasafortës dhe nuk arrinte ta hapte. Ndërkohë, prokurori i çështjes Blerdar Valikaj ka kërkuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për të dyshuarën, kërkesë që është pranuar edhe nga gjykata shkallës së parë në Tiranë. Nga ana tjetër, mbrojtja ligjore e Anela Osmanit ka kundërshtuar akuzën, duke pretenduar se nuk kemi të bëjmë me një vepër penale. Hetimet për rastin po vijojnë.